Me qindra motoristë nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të botës kanë çelur siparin Motofest Pogradec, një prej eventeve më të mëdha të verës në qytetin liqenor. Për 2 net me radhë festivali synon jo vetëm promovimin e turizmit dhe bukurive të Pogradecit, por dhe përcjelljen e një mesazhi solidariteti. Organizatorët bëjnë të ditur se këtë vit në kuadër të aktivitetit në qytet do të mbërrijnë 3 kamion me pajisje ndihmëse për personat me aftësi të kufizuara. Promovimi mimi që mund t'i bëhet i qyteti janë motorat. Për mendimin tim se unë jam motorist, edhe siç e shikoni dhe sot sheshi është plot, por neve festën më të madhe kemi nesër në datën 18, ku presim të vinë rreth 1000 motorista nga shtetet të ndryshme të Ballkanit, Italisë, Gjermanisë, dhe 3 kamiona me ndihma që po e sjellin për qytetin e Pogradecit, për invalidët dhe personat me aftësi të kufizuara. Mbrëmjen e parë atmosfera u ndes nga performanca e këngëtarit Rubin Kaso, i cili përgëzoi organizatorët për nismën dhe vlerësoi mikpritjen e qytetit të Pogradecit. Organizim i mirëfillt, shumë i bukur, i organizuar në detaj. Besoj që do kënaqemi sonë me muzikë rock, rock and roll, pop rock, everything. Festivali do të kulmojë mbrëmjen e 18 korrikut me paradën e madhe të motorëve në rrugët e qytetit.